Marrim një karrotë e prejmë në copa. Marrim edhe disa mollë, 1 apo 2 kokra nëse janë të vogla, i prejmë në copa. Grim dhe panxari në copa të vogla. Një pjesë të vogël gjinxheri dhe i fusim në shtryse për të marrë lëngun. Pija është gati për të shërbyer, mund t'i hedhim pak limon dhe një lugë mjalt. Kjo pije shërben për këto sëmundje, parandalon zhvillimin e qelizave kancerogjene, parandalon sëmundjet e mëlçisë, veshkave, pankreasit dhe mund të kurojë ulçerën, forcimi i mushkërive, parandalimi i atakut të zemrës dhe të presionit të lartë të gjakut, nxit sistemin imunitar, përmirëson shikimin, eliminon sytë e skuqur dhe të lodhur ose sytë e thatë, ndihmon eliminimin e dhimbjeve të muskujve, ndihmon në problemin e akneve dhe përmirëson lëkurën, kuron infeksionet e fytit. Kjo pijet me stomakun bosh në mëngjes dhe nuk ka asnjë efekt ansor. Na ndiqni në Facebook në faqen tonë Shëndeti dhe në website dhjetëgjëra.com.